që liburnët, po që janë liburnët? Të le si burra. Le burë. Le burë, më të le si burë, liburnët. Po dalmatët, ata që dorën nga mati, nga emathia, ata që ishin, ne i thonë që delet e malit, në fakt, ka një mund të jetë ashtu, po ka një popull, tjetër, rretët, e thatë vetë, e shumë e goditur, ata që jetonin nën re, mbi re, atje ku rret ishin më të ullat se banimi tyre, edhe quhen re, po nga fjala re vjen fjala mbret, ai që është mbi re, dhe nga fjala re vjen regno, regjina, mbretresh apo mbret, re, që është mbret. Re kam që shikone, re, vëre, mund t'jetë dhe kjo. Re, do në sepse, si që është një shef është ai që i shef të gjithë, dhe është më i madhi. Edhe mbret, re është ai që i shef të gjithë. Në kuptimin e legjendës, mbreti është ai që është më i larti, më i madhi, deri në mbi re, më i madhi pra mbi re. Se këdhe në arabisht she i thonë mbretrez, është ajo që she, që shikon. Se ke parti grarin që shikojnë kështu, ante këte. Ata morën me vete edhe hynin për endeshën që ishte Venete dhe si quaj Rejtia, që është, që duket edhe veshja saj sikur si është kjo veshja shqiptare më e lashta tek ne. Gjubleta. Gjubleta. Sikur gjubleta, pra veshja e Rejtis është veshur me gjublet, ja u kam dërgu disa foto nëse ka regjia, Rejtia, dhe unë e kam nxjerrë përmes gjuhës shqipe drejtia, sepse ishte perëndesht e cila sjellte rendin, lironte sklever, sikurse gratë ilire që lironin sklever në butrind. Pra është shumë interesante. Autorë të ndryshëm janë mundu ta përkthejnë ta nxjerrin këtë emër nga fjala latine rectus, drejtësi, ose nga gjermanishtja e vjetër rejtia, ose vrejtan, ose vrot në anglisht, që do më thënë shkrim. Pra, ndoshta ka të bëjë diçka me atë, sepse ajo solli shkrimin, por unë e kam nxjerrë përmes gjuhës shqipe rejtia, drejtia, sepse sillte drejtësi, lironte sklever dhe na shfaqet me qelsa në dorë, është shumë interesant. Ato fise, do më thonë, rretit ishin fis Venet, që vinin nga Venecia. 10 sekonda. Servius Grammaticus, gramatikani i njohur romak, na jep fisin e rreteve edhe nga Liburn. Por edhe vendolikët, thot Servius Grammaticus, janë fis Liburn, dhe më thot. Po, urdhro... Më kujtove një diçka, Lul, me këtë drejt, që the drejt. Kjo drejt, për mua, zoti Guri, është fjala drit, sepse drito i thot italiani. Drejt, kur thot që thon nga do iki, vaj drito thotaj. Drit, sepse drita zoti Guri ecën vetëm drejt. Dhe ne shqiptojmë në dialektin Dibran, sepse Dibranët drit i thonë drejt. Do me thënë, edhe ne e themi si italianët drit, italianët e kanë ruajtur tamam drit. Drito, vaj drito. Edhe janë dhe ato pasaj që tha Luli, edhe ato të njëjtën gjë kanë, po drito. Por ne në Dibrançe i thonë drejt. Edhe ne kemi bërë drit dhe drejt. Prandaj dhe anglishtja është një Dibrançe shqiptuar keq. E kemi thënë kaq herë. Edhe prandaj dhe ata i thonë drejtës, anglisht i thonë right, bie deja. Bie deja. Duke qenë vend më veriol ku gurmazi apo fjala, dalja e fjalës në një vend klimatik më të ftohtë mundohet që të hajë në një gërm. Prandaj dhe ajo fjala ka rreja ngesën gryk. Pra, prandaj dhe drejt është right, zonë deja. Drejt, tamam. Unë do të, zoti Lul Osmani, jemi ke momenti që ne bëjmë një përmbledhje për teleshikuesit. Pra, me sa kuptova, ne lam bashkë rreth 30 minuta, 25 minuta. Ke marrë kohë më shumë se 40 minuta. Po të është dhënë drejta e fjalës. Kaluan pa undjer, inderuar dhe na dhanë shumë kënaqësi këto minuta. Dhe pa fund mund të flasim dhe skep si ta mbarosh në emision. Po ne kemi si
parim në emisionin tonë. Si detyrë të dhimbshme që ta mbarojmë zoti Guri. Dakor. Po që për 3 minuta kam unë rolin e një masi të dëgjova 40 minuta, kam të drejtën si autori i dytë, jo si moderatori që është do i bala, po si një autor i dytë, mbështetës i mendimeve tuaja. Për shembull, po edhe sqarus për publikun. Për shembull, ju thatë që Reto Ilirët përdorin alfabetin latin edhe etrusk. Po që është e njëjta origjinë. Mi po thatë që alfabeti shqiptar kanë alfabetin latin. Po kjo neve duhet disa koncepte, do t'i ndërtojmë që është në gërmën e parë. Jo, alfabeti latin është i vitit 200 para Krishtit. Ndërkohë që latinët e morën alfabetin, alfabeti është fjalë greke që gjoja e morën nga fenikasit, alfa dhe beta. Po në fakt, ajo përmendet A, B, C, sepse nuk ka si quhet ndryshe një alfabet shqiptar, kur ai e fillon A, B, C, D, dhe është i vetmi popull që e lexon Germën Luzim Osmani njësoj se është e shkruar. Në qoftë se është Z, lexohet Z. Në qoftë se është lexohet E, në qoftë se është C, lexohet C. Ndërkohë që të tjerë diton K, Z, E, M, L, unë e kam M. Pra, është i vetmi rast në gjuhët e botës që si shkruhet gërba në fonetikën e saj, në bashkësinjloren e saj, në konsonantën e saj që thonë gjuhët moderne, ti ashtu e shpreh, ashtu e thua. Pra, kjo ABC shqipe që ilirët, me që përthua për ilirët që quan, do të themi dhe ilirët civilizimin në Francë, Gjermani, Austrinë, Çeki, ilirët me anë të kadmit e quan e Etruri. Në 1500, 300 vjet para luftës Trojës, dhe gjuha etruske e shkruar me ABC pellazge që janë pafund 12-13 plaka. Është gjallë sot, sepse ka shkruar Zaria Majani, etruskët fillojnë të flasin. Dhe misteri i etruskëve. Fundi i misterit etruskëve. Pasi tha Norberti se e kërcënuan e tha që sot etruskët nuk do të flasin më shqipta. Kjo ishte fjala e fundit dhe nuk potoi më nuk shkoi më derisa edhe Zaria Majani, antari i Akademisë Franceze, sa fundi i misterit etrusk. E vërtetoi që është shqipe. Pra, kjo ABC që duhet mësojmë me ca shprehje që ne morëm në 1908 në manastir, morëm ABC-n latine ose alfabetin latin. Kjo është e para që s'është alfabet, po është ABC, sepse po që për alfabet grekët i thonë bësi thonë ve. Po deltës i thonë delta se qarësh, është prap Shqipa e zoti ku që delte lumi atje. Se është trekëndsh vendi ku del lumi. Por, shkrimet në Iliri e shqiptarëve sot, zoti Osmani, qofse janë të shkatruara o me acid o me dalt, të sugjunosura, të vrara, të përqutnuara, ose me sqepar, në për ato që ju po thoni, diku ke japigët, ke mesapët, ke retët, ke venetët, po që janë venetët? Janë venalint. Se nuk është rasi që shkodranët në 1350 në kohën e Car Dushanit shkuan në Venecia. Edhe ribën Venecia, shkuan ke gjyshin e tyre. Dhe prandaj edhe venetët që flisin Shqip, shkuan në Shqip, mbajtën Durrësin dhe Shkodrën, e mbajtën sepse ishin në atë kohë 80 vjet më vonë, ishin pikërisht këta fëmijë që u bën gjyshër dhe kujtonin vendin e tyre që ishte Shkodra dhe Durrësi. Por ama shkrimi latin është thjesht një ABC shqipe, një ABC etruske, jo alfabet etruske, ABC etruske. Pra kjo ishte në vëmendje për teleshikuesit. Dhe juve na sollën një vendbanim që quhet Gurin. Po në Gjermani nuk është vetëm këto që thot, ai sigurisht në librin e vetë zoti Osmani mund ta ketë gjëra shumë i thon 2 volume nga 650 faqe. I thon 2 volume. Studim gjigant, komplimenta i nderuar. Unë di që një tjetër studios gjerman, një tjetër thotë që në Gjermani janë jo më pak se 2000 emërvende shqip. Iler, Lumi Iler, Ilir, Lumi Ilir, Kodra Albani, Lumi Egër. Lumi Egër, bravo. Egër, po. Ke edhe një lumë që kam qenë një quajtur Vesa, një emër i tillë Ves. Po lumi Danub, Istria. Edhe vet Danubi, për shembull, një nga romakët si
Flumius Illyricum, do më thonë lumi i lirëve. Jo, po shko, Danub janë dy fjalë të pasa shqipe, se janë dan të dy zona, Dan u bë, u nda, u dan u bë, si që është dhe lumi Jordan, Zoti kalojmë në anën tjetër, Jordan, do me thënë, e ndan. Shumë e drejt, jemi në emërtimet e reja, tash jemi ke emërtimet e vjetra. Danubi që është Istria, i shtruar, i shtruar, i qetë. Si që është dhe ai Gadishull Istria që është i shtrirë. Zhvendosja e Istrëve, fisi i Istrëve, ishin zhvendosur andenda. Salaria e lumej pa fund që janë në Gjermani, e tha mirë profesori. Atëherë, duke përfunduar, zoti Lule Osmani, juve thatë që keltët, galët, erdhen në Francë, erdhen nga galët, po kelti, gali dhe iliri janë tre, edhe Dardani janë fëmijë e harmonisë me Kadmin. Pra, legjenda gjë e vërtet, pavarësisht që thuhet goj pas goje nuk është shkruar, prandaj nuk është shkruar që të thuhet si e vërtet. Dhe kjo që ti e quan legjend folklorike, narrative, çdo emra, ka një bazë. Ka një bazë, pra, por kelti e tha dhe zoti Balej, këta të kaltrit, këta të qeltët, po kanë ikur shumë herët nga Iliria, në një kohë me baskët. Baskët shkuan në Spanjë, në Pirenejt, edhe ndetën bashkë. Po Pirenejt, male me përrejnë. Pirenejt, janë male me përrejnë, që i thot Napoleon Bonaparte. Ndoshta, ose përrejnë, po. Të lutë jam, po jo më për kjo, unë për i bje shkutur, se s'po merë të shqipo, është gjetur nga, kemi shumë, është gjetur nga 10 studime, male me përrejnë, prandaj quhet Pirenejt. Pra, baskët... Ke Rotterdami, roj të tërë të dam, atje të dam. Nuk e di. Nëse mirë, themi kështu. Sepse Rotterdam. Unë që i flas e them kur jam i sigurt 100%. Dakor, janë tre fjalë shqipe. Si që ata bashkë të janë Rotterdam. Keltët dhe që jetuan në Francë kryesisht, bas me galët që jetuan në Spanjë dhe në Francë, për që nuk ekzistonin erma dhe termat Spanjë, Francë atëre. Dhe kur i them ke Putina ime në Berat, që juve franceze, po t'ju themi ne, zotin Lule Osmani, po t'ju themi ne, që ilirët sollën, si ju mësuan juve, po në atë kohë ishin kelt, ishin gal, ishin frank të vjetër, ju mësuan se si të vishesh,